Bllokimi i akseve rrugore që lidhin Juglindjen me pjesën tjetër të vendit, po reflektohet drejt për drejt në ekonomi, duke prekur bizneset që operojnë në furnizimin dhe shkëmbimin e mallrave me pjesën tjetër të vendit. Tregtarët theksojnë se koha e transportit është rritur ndjeshëm për shkak të devijimeve dhe kufizimeve në qarkullim. Si pasojë janë shfaqur vonesa në furnizim dhe rritje e kostos së transportit, çka ka reflektuar edhe në rritjen e çmimeve për konsumatorët. Po kostoj suar sa për trez, sa të bësh kocë lushnjë, të bësh tre rrugën Vajtë Hardhje i bie rruga Maton. Po si s'ka ndikuar në çmimet e tëra, rritje të tëra padyshim. 6 orë të vesh, 6 orë të vish 12 orë. 13 orë. Ka raste do flesë ndezë, po si të mall bosh nuk u vjen. Ne me kamionës na lejohet. Lëvizim fare as këte nga Gramshi tani. Iknim këte nga Moglisa nga Gramshi, nuk na lejohet vetëm këte përmet të pelen. Rritën shpenzimet do rritën e çmimit. Sasi e mallit vend prodhimi vendesh. Ti biesh nga Moglisa është llaftari, thesa dynjarë, malore. Më pas, ndikimi është ndjerë edhe në sektorin e turizmit. Operatorët turistik në Korçë dhe Pogradec raportojnë anullim e rezervimesh në hotele dhe bujtina, ndërsa restorantet flasin për rënje të ndjeshme të xhiros ditore. Në hotel na anulluan 70% të dhomave, po kështu edhe në restorant, s'kishim faj, ishte rrugë e bllokuar. Vetëm pak, shumë një sasi pak fare, erdhen që i ranë nga Moglica, po dhe atje është rruga jashtë zakonisht e vështirë, mbasi e një fare mira të rrugën. Sa më shpejt firma, qeveria, duhet të rregulloj rrugët që mos zgjat kjo, edhe po na përsëritet se është e treta herë. E treta herë këtë sezon që ka në rështit rrugë dhe na janë bllokuar dhe nuk kanë turistë. Sipërmarrësit shpjegojnë se nëse situata vijon në të njëjtin ritëm, rënja e të ardhurave mund të çojë deri në mbylljen e një pjese të bizneseve. Sipas tyre, kostot tashmë janë shumë të larta dhe në kushtet e vonesave në furnizime dhe rritjes së shpenzimeve të transportit bëhen të papërballueshme.